Shfuqizimi i vendimit të vitit 2007 nga gjykata kushtetuese për emrat e rrugëve të Tetovës ngriti sërish në këmbë opozitën shqiptare, me një marsh të dytë protestues. Bashkimi Demokratik për Integrim marshoi mbrëm nga sheshi i qytetit deri te ndërtesa e komunës së Tetovës. Integristët kërkojnë ndërheqjen e kryetarit Bilal Kasami si dhe riemërimin e menjëhershëm të emrave të shfuqizuar. Kryetari i Degës së BDI-s në Tetovë, Bajram Rexhepi, tha se kishin pritur që edhe kreu i komunës të ishte pjesë e kësaj proteste. Protestat sigurisht se do vazhdojnë, edhe ato varen prej reflektimit që do tregoj komuna e Tetovës për këtë vendim skandalos dhe për këtë situatë të tani që ballafaqohemi në tetovarët. Edhe varësisht prej vendimit të tyre, ne do i njoftojmë opinionin me hapat e arshëm. Ne kemi pritur që sot të jenë prezente edhe ata këtu në sheshin e Tetovës, se nuk ma merr mendja që ka shqiptar që nuk lihet i ofenduar kur e shef se sheshi i sotëm i Tetovës quhet Marshallpik. Nga ana tjetër, duke shpërndarë një fotografi ku shihet një numër i vogël protestuesish, deputeti i koalicionit Vlena Adnan Aziri reagoi në formë ironike duke falenderuar Tetovën për mos pjesëmarrje në protestë. Në Facebook ai shkroi: "Falenderit Tetovë, gjithmonë je me besë. Kjo besë na jep forcë, na mban të bashkuar dhe na obligon të ecim përpara me përkushtim, dinjitet e përgjegjësi." I pyetur nëse BDI-ja është e gatshme për zgjedhjet e reja për Këshillin Komunal, Rexhepi u përgjigj se paralelisht me Këshillin ndërheqje duhet të japë edhe Kasama. Ne për zgjedhje jemi të gatshëm që sot. Po kërkesa që ne kemi bërë për pikën e re të rendit të ditës nuk mund të jetë shkak që të shpërbëhet Këshilli. Këshilli ka obligim që ta zgjidhë këtë problem. Nëse shkohet në zgjedhje, ajo do jetë me vullnetin e komunës, po ne jemi të gatshëm edhe nuk kemi asnjë problem që të shkojmë në zgjedhje. Po paraprakisht duhet të jetë ndërheqje kryetari i komunës që tregojë paaftësi për ta zgjidhur këtë problem, pastaj do shohim për zgjedhjet. Nesër në ora 10 pritet të mbahet seanca e 15 e Këshillit të Komunës së Tetovës. Në renditje është propozimi i këshilltarëve të BDI-s për miratimin e 67 emrave të rinj, ku bëjnë pjesë edhe ata që u shfuqizuan nga gjykata kushtetuese. Sipas juristit Mersim Maksuti, nëse Këshilli Komunal voton sërish të njëjtat emra, atëherë Këshilli i Tetovës shpërbëhet automatikisht dhe komuna shkon në zgjedhjet e reja për këshilltar.